si Homeland Justice pretendon se ka sulmuar sistemet e postës shqiptare duke marrë në zotërim të dhëna të brendshme të institucionit. Hakerat akuzojnë zyrtarët e postës shqiptare për bashkëpunim me grupe të dyshimta dhe pretendojnë se kanë informacion të ndjeshëm në duart e tyre. Megjithatë, institucionet shqiptare nuk kanë konfirmuar në mënyrë zyrtare asnjë rrjedhje të dhënave. Ky incident nga pyetje serioze mbi sigurinë kibernetike të institucioneve publike, mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve dhe gatishmërinë e shtetit për të parandaluar sulme të tilla. Për të folur në lidhje me këtë çështje, do të flasim me ekspertin Shahin Dokuzi. Zoti Dokuzi, nëse këto të dhëna janë vërtet të marra, atëherë çfarë lloj informacioni mund të ketë qenë i ekspozuar dhe sa i rrezikshëm është për qytetarët? Të informacionet janë të marra dhe jo vetëm këto. Siç e tha që shteti nuk është se ka folur lidhje me këtë temë, nuk është se do të flasi ndonjëherë. Biles ka nxjerrë dhe ligjin që kush i mban këto dhëna, domethënë dhe i shpërndan, dënohet vetëm për të eliminuar ose minimizuar këtë pjesë, që është një veprim komunist, se çfarë do lloje dhëne të del mund ta bëj kushdo, domethënë. Normalisht kemi dhe rastin e fundit të parlamentit, që ndodhi para pak kohësh. Dhe aty kishin një brendësi të akshit, domethënë, dhe nuk është edhe në e fundit që do dali posta, thjesht ato po i nxjerrin paga pak për të bërë destabilitet në vend. Mund të dikush që çfarë dhëna shka posta, por posta është me shumë interes pasi. Posta ka identitetin ton, kartat tona ku ne paguajmë, dërgojmë marrim para, ka adresat tona të shtëpisë, se ne paguajmë ujë, drita, ka makinat. Qëse ata mund bëjnë filtrime, për shembull që X person pas ka makinat të shtrenjta, i bie ka para, mund të kërkojnë që t'i vendosin gjoba. Pra nuk është thjesht doli targa jon ose doli kontata jone ujë, drita dhe ai mund bëj lidhje se sa pasuri ka një person. Mund të qesë informacion, dikush mund të di të bëj gjopë, se si thot ke pasurit konsiderueshme e tjerë dhe tjerë, pra nuk është se janë thjesht posta shqiptare në dhënat e tjerë, ose mund të marrë, se nëse do jenë hakeri ose me ato dhëna do duat bëj diçka, mund të marrë një person telefon, i them që ti e ky person, ke këtë ID, ai do ta besoj, sepse thot nga ID ky dhënat e mia, do të thonë do ta kuptoj se unë jam një person i X institucioni, kështu që unë do mund të them që duhet bësh një transfer se të është bërë gabim, mund të nisësh para. Do të thonë, duke ditur komplet identitetin e dikujt, pasi gjitha dhënat janë aty, ai mund ta besoj që unë jam vërtet posa ose mund të hiqem në institucion tjetër të targave, them ti ke një gjë për të paguar. Te kjo urëndeja do të paguar gjobën, unë i them targën, i them shafi, pasi këto dhëna i ka posta dhe qytetari do të mendojë realisht se unë jam nga detoria targave, kështu që teknikisht ai do të paguaj mua, përveç se do të paguaj, do t'i vitet kada, pra është një sër zinxhir, nuk është ideja thjesht që çfarë dhëna shka posta, domethënë ose mua dhe hajde dhe. Posta ka shumë dhëna sensitive tona, siç ata deri tek pasurit tona, pasi ne aty paguajmë edhe për pronat, paguajmë kadastrin. Do të thënë çfarë do lloj shërbimi shtetëror mund ta paguajmë tek posta, kështu që teknikisht posta është institucion shtetëror, mbahet laçi. Edhe ajo dije që do dise dhe jo vetëm kjo, do dalin edhe dhëna tjera sikur kanë konfirmuar dhe janë parë në grupet e Homeland Justice. Kemi dhe Amerikën së fundit që bllokoi domenin e atyre, domethënë, që të mos vizitoj për këtë arsye. Që është do të krijojë destabilitet, megjithëse ne jemi mësuar që këtu nuk është të mbajë njëri përgjegjësi. Dhe sa është bërë normale kur shohim të dalin dhëna atje që janë na shkollën, na duket si gjë këtu, domethënë. Megjithëse ndodhte kjo në Europë ose jashtë, do të ishte direkt me burg edhe shumë vite, domethënë, nëse rrinin dhëna, ndërsa ne na është bërë normale. Se po të marrim raste që sa herë është mua shteti. Gjithë viteve, jo vetëm tani, di që agjensitë tona për sigurinë kibernetike siç është AKSK-ja dali komplet jashtëlore. Vizim AKSK-ja është shkruar më së shumti tani siç duket një institucion që duket sikur ndihmon subjektin, por fakt nuk mbron vetë shtetin e vet, kështu që është bërë më së shumti i për të vënë gjoba ndaj subjekteve në një farë forme, mund ta themi. Pasi AKSK-ja për shembull detyron subjektin që të ketë një nivel sigurie të lartë, këtë pajisje të larta, ndërkohë që nuk mbron veten e vet. Normalisht që subjekti mund të mos të regjistra kushte, ata mund të kemi një raport dhe një heqje licence kaq të efektshëm ose kaq pushtet kanë. Që në rast se një subjekt nuk i plotson këto kriteri, vjen që duhet paguajë në dorë të tjerë siç ndodh.
Që këtu vetëm krijohen institucione që të duket parimisht, sikur janë sigurt, vetëm për të marrë para, por realisht nuk bëjnë as vetëm e tyre. Do thotë siç e shohim, nuk është se ka nevojë për mendjen e IT-s. Kurdo mund ta shohë që dënat janë publike, janë hakeruar, kështu që. Nuk është pjesë çështje hakerimi, ajo shkon më shumë, mund të shkojë deri, siç e thënë, pregmarrje, pasundi, pasurinë kujdo. Që nëse dua të bëj një dëm e tjerë, unë besoj ose me të hipotetikisht. Ndaj është shumë e rëndësishme që mbrojnë dhënat, megjithëse tani nuk mbrohen më dorë, dhe nuk është vetëm të mbrohet për ta kohë të detyrues të tjerë vendosen politikisht pa cik lidhje, domethënë me postin që marrim dhe këtë e dim. Zoti Shahini, si mund të ndikojë kjo ngjarje në besimin e qytetarëve ndaj shërbimeve publike dhe sigurisë së tyre online? Normalisht që ka një ndikim negativisht, por është ideja ose ne mësuar që çfarë do lloj gjë që ta bëjnë nuk është se do zon nëndën, siç e thash, sepse nëse ne do zinim nën nga gjithë ato dëme që po na ndodhin, ata nuk do të kishim këta që kemi sipër, domethënë, kështu që teknikisht tek ai që ka pak logjik, duhet të ndikojë shumë të mendoj dhe edhe nxjerrjet e ardhshme, domethënë të bëjmë një ndryshim, sepse ndryshe nuk mund të bëhet ndryshim këtu, domethënë. Kurdo që mërohet në institucione, mërohet kurdo i pari, që do të thënë ndikimi duhet të jetë shumë i madh, por nuk ka vlerë nëse ne nuk e japim ndikimin e parë. Nëse ne nxjerrim gjithmonë njerëz që nxjerrin, që na drejtojnë, gjithmonë të mohet, nuk marr njëri përgjegjësi, do të thënë nuk ka vlerë fare sa do të flasim. Pra duhet të fillojmë nga ne ndikimin, të nxjerrim ata që duhet nxjerrim të kenë siguri. Çfarë masër sigurie janë marrë nga posta shqiptare dhe institucionet përgjegjëse për të parandaluar një incident të tillë? Nuk është se janë marrë masa, pra mund ta them këtë me siguri, është ideja, nëse do ishte sulmi i parë, mund të themi që janë marrë masa, edhe nuk do ndodhi më, po ne kemi vite që vetëm dalin informacionet. Pra, maskun quhet kur ti hakohesh një herë me mask, nuk hakohesh herën e dytë ose ja dhe herën e dytë, nuk do ndodhi më në tërë, kurse vetëm sigurohesh. Dhe që ne na dalin çdo vit, do të thënë duket sikur nuk merret as i mas. Edhe se nuk ka njohuri, megjithëse para kanë shumë që mund t'i investojnë në pajisje më të mira. Nëse tani jemi prap raportim të emaileve që janë hapur nga posta, do të thënë të grupit dhe investi. Sikur janë shumë pa hapshur, do të thënë, megjithëse fonde kanë shumë, kanë protection ose siguri dhe mbështetje nga NATO. Siguria kibernetike këtu po ofrohet edhe nga NATO tani me etj shumë mbrojtje, por që nuk është se janë shumë të pavë dhe jo se mund të pashëm nga dënat që dalin, pra nuk do mend se si. A ka pasur koordinim me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike ose organet e tjera, mund të themi, për të vlerësuar rrezikun dhe për të ndjekur autorët? Nuk ka çfarë koordinimi të kenë, sepse vetë institucioni AKS-s për shëndetje në dënave është hakuar, kështu që për çfarë do koordinoj me këtë, domethënë. Kur ai duhet të ruajë dënat dhe dole, nuk ka çfarë të koordinojë. Vetëm ajo që mund dalë është kërkojnë ndjes, të largohet kushërsi për AKS-s, dhe vendi një në të hapti dhe tu të mbaroj punë. Pra, këta duhet i ruajnë dënat, ne do dalin dhe dëna tjera. Thjesht po i japin hafsa stafit. Dhe ka dalë një video që ato kanë mundur në zemër të serverave elektrike, që paramendo ku kanë hakuar vendet e parlamentit, këto institucionet e tjera nuk kanë lidhje fare. Ta ne them AKS-ja ose ta dalë jashtë funksionit fare, pra do t'japi mend tek subjektet ose të kërkojë që ata të kenë i vetë sigurie, dhe nëse nuk i përposin i bëj gjop, sepse ka këtë drejt dhe i në heqë license, ndërkohë që vetëm sulmohet më bjeri që do bëjt dhëne, a gjënë para nga takta tona për trajnime, për projekte, për sevradas, nuk e temi tamam nas, nuk e vrasim me një farë, nuk ka të farë. Nuk ka për çfarë mblidhet me këtë mblidhet, se është hakuar vetë ai, prandaj dhe nuk e një prenoncim, pra nuk mund të thot u hakova unë, nuk ka çfarë të thotë jetën më domethënë. Shqipëria është vendi i çuditërave, nuk është një çudi domethënë, edhe kaq. Thjesht një sulm i radhës të mbaroj. Dhe shqiptarët thjesht fonderin dhënat e njëjtë, i rin bëjnë humor, që kam targën tënde, pagën tënde, tash pikë e ti tani e tjerë, edhe kaq në këtë nivel tonë. Jo, do të fillojmë nga ne nga njerëzit që zgjedhim, sepse për çfarë kohë zgjedhim këta që jemi, kështu do të jemi gjithmonë. Ne kemi pasur edhe në krye sigurisë kibernetike, për shembull persona me precedent penal që kërkoheshin jashtë për krime, ne këtu i kemi që drejtojnë subjekte për sigurinë, do të deri në këtë nivel.
kjo është logjikë, se s'ka nevojë as për IT pas u gjë, se në çfarë niveli apo krej në rol. Zoti Dokuzi, sa efektive është infrastruktura shqiptare kibernetike për të mbrojtur të dhënat sensitive të qytetarëve dhe institucioneve? Po ja, çfarë të më shumë ku ka dalë gjithë, do kjo do më pra, nuk do fare as logjikën e një IT, nëse dhëna dolën publike çfarë efektive është, çfarë si japësh, çfarë përgjigje. Don, gjitha janë publike, çfarë ngeli më. Nuk ka përgjigje pra, të gjithë i shohin dhënat mesit e tyre, nuk është, do të thënë janë zero fare, do të thënë. Për ditë shohim që sistemet ngelin, bizneset vonohen deklarime që duhet bëjnë, se nuk punon në Albania apo sistemi tatime dhe të jetë, kështu nuk ka. E shohim vetë, pra, nuk do mendjen e një tjetër, shoh që gjithë dhënat janë publike, kaq efektive janë, do që nuk bëjnë asnjë dhënë. Nëse marrim raste me subjekteve private të cëlmuara, nuk kemi një rast publik që ke X spital privat, se ky subjekt privat ka dalë të dhëna, ndërsa për dinë gjë për shtetin. Ky në këtë nivel jemi. A gjën fondet tona me shumë seva, me shumë projekte të kryera, ne kishim raste që ka ardhi të një kompjuter i vetë më shumë se normale, pra nëse hajmë rast hipotetik blen një laptop 5.000 euro, aty e bënte 5.000 euro pas se fare, do të vetëm let harxohen pa pikë sensi edhe mbrojtje nuk ka fare, në këtë nivel. Zoti Dokuzi, a mund të ketë lidhje mes këtij sulmi dhe sulmit të fundit ndaj faqes së Kuvendit të Shqipërisë? Dhe çfarë tregon kjo për sigurinë e institucioneve publike? Po, ka lidhje fakt pasi ato kanë sulmuar vetë Arqin e Gjësinë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit, kështu që çdo institucioni shtetor që postohet aty është hakuar, pra ka sulmuar disa servera, kështu që cilëdo institucion shtetor që mund të kenë qenë ato servera do dali publik. Dhe them që nuk është rasti i fundit, edhe nuk është se do bëjë çudi për shtetin, dali primencohet asgjë fare, do të thënë zero, kështu që jemi komplet zbuluar, kuptoni, janë një servisa që nuk kanë më blen, nuk ka çfarë dali kush flasi për çfarë, janë gjithë dhënat publike. Pra shteti nuk thotë u hakova unë tani, u hakova unë dia, u hakova unë pa ditë, po do hakova unë, nuk ka çfarë të më rëndësisht. Nuk vlen fare asnjë servis më tani, gjithë dhënat janë publike, vetëm flasin, asnjë nuk mban përgjegjësinë, ndërkohë që në Europë nëse del një dhënë publike nga shteti nuk bëhet fjalë fare, po edhe nga privati ke deri burgime me burg, domethënë edhe shumë dhaja. Kurse këtu mund dali kush do edhe nuk është se mban kush përgjegjësi. Sa e zakonshme është që hakerat të përdorin akuzat dramatike ose konspirative për të fiksuar më tepër publikun? Normalisht, synimi kryesor është bëj disabilitet, tema që mund të përdorin ata mund të jenë ndoshta si tema edhe të kryuar më shumë dram, por që dhënat realisht janë publike. Tjetër gjë se çfarë temash mund të përdorin e tjerë, pra të zbutur apo ta bëjnë në një formë dramatike, gjitha dhënat publike janë. Pra çdo lloj gjë që ata të shprehin, është e vërtetë, pra tani kemi emailët, unë mund të kem emailët e cili do parlament që kishin dalë, domethënë, kështu që ajo është fakt, dhe kur do mund t'i hapi emailët, t'i shkarkoj tani në grupet ku janë. Pra nuk është, në gjitha, pra nuk është se ka më vlerë siguria, përse mund të ndodhë njëri për këtë, prapë në krye do jenë ata që janë, do marrin fondet, kështu që është njëjta histori për ditën. Ata që flasin për procedim do flasin tjetër gjë. U do lënë dhënat, para të morën, qytetarët janë sënuar se kanë dhënë dhënat publike, do fillojnë edhe të lidhen me telefonata, siç mund të marrin moshën e tretë. Qyse ti të marrin moshën e tretë, siç ka dalë tani le të themi, procenta shqiptar që marrin italianët, e tjerë siç i kemi të fundit që erdhën në Shqipëri. Dhe asnjë nuk u prononcua as për këtë shteti, biles ato çonin dhe policinë me që tek subjekte dhe as nuk i ka hapi dhe asnjë gjë pasi janë mbrojtur, një gjë do ndodhi dhe me ne. Nëse dikush ka dhënë atë priler vetan që nuk marrin vesh, do t'i marrin telefon, do i thonë emër mbi emër, numrin e ID-s, ata do besojnë se janë shteti vet, do t'i dërgojnë para, pra do të bëjnë një veri mashtrimi, domethënë deri në këtë nivel. Tani siç po hashojnë e Europën, do të thamë edhe ne, domethënë në këtë formë. Nëse kjo ngjarje do të ishte verifikuar plotësisht, çfarë mund të themi për gatishmërinë e Shqipërisë për të mbrojtur sigurinë kibernetike të qytetarëve? Nëse do ishte rasti
i parë i hakimit, mund të kishe se që u hakuam sepse kishim harruar këtë gjë, duhet blem këtë gjë, apo rasti i dytë, po kjo është rasti disa herë. Kështu që nuk ka më vlerë çfarë thon ose çfarë figurojnë më. Procesu lëmës konsulmohet një herë apo dy herë. Se të lënë një, të themi një bag apo ke bërë një gabim se këni. Ndërkohë që duke filmuar të ditë çfarë. Ta nuk kanë më çfarë të rregullojnë, s'u bërë rrugë, kështu që nuk kanë më vlerë. Për sa kohë janë kryer ata që nuk kanë lidhje me këtë punë, për sa kohë fosin punë militantë të tyre, të tjerë kur të voton, fitin në këtë gjendje dhe jemi. Dhe gjithmonë do jetë e njëjta story. Edhe nëse do shoh që do të marrim prapë do rim po këtu do të mos mua do le normal, nuk është se do ndryshoj asgjë. Këtu na rrofsh që nuk jemi në Europë, sepse do të kishe gjithë detuesit brenda domethënë. Për ta kohë se janë në Europë, pilotët mund bëjnë çfarë duan, nuk është se zanohen mbrojnë veten e tyre siç duan, siç e thonë, siç e mbaros. Do jetë e njëjta gjë për ditë. Në të disa rreth gjë do jetë fajin deri të nivel forsi. Zoti Dokuzi, unë të falenderoj pa mas për intervistën, për kohën edhe gjithçka ndat me ne.